Para ditën e kësaj të mërkure, protesta e punojnësve të pastrimit u përshkallëzua edhe më tepër. Punojnësve të pastrimit të kontejnerëve ju bashkuan edhe ata që pastrojnë rrugët me fshes. Ata thonë se kanë një sër ankesash, të cilat lidhen me mosnjohjen e vjetërsisë në punë, mungesën e kushteve më elementare, si dhe mosnjohjen e orëve në ditët e pushimit. Sipas punojnësve, u janë ulur paga ndërsa ngren si shqetësim edhe firmosjen e kontratave pa pëlqimin e tyre. Ata theksojnë se shërbimi i pastrimit është jetik për qytetin dhe shëndetin publik dhe se pa kushte minimale pune, ky shërbim rrezikon të paralizohet. Punojësit u shprehën të vendosur për të vazhduar protestën, duke theksuar se nuk do të tërhiqen, derisa kërkesat e tyre të marrin përgjigje të qarta dhe të zbatueshme. Vjetërsinë e punë kam 20 ca vjet pune. Kam 20 ca vjet pune. Po na shpërdorojnë në mënyra që nuk janë për ta shuja. Hajde një mirëqys, hajde një mirë kush është komandues që na komandojnë neve. Nuk di se kush. Kë kemi brigadierë apo më thja apo të thash. Po vi po na shpërdorojnë si kur jemi qënër, jo si kur jemi njerëz. Po na bëjnë na shpërdorojnë çfarë janë këta? Janë serbër janë këta, çfarë janë këta? Këtu protestë apo do të shkonin bashki? Ne do të bashkë zotit, ata janë bashkë të gjithë si punë do vëm gjithë. Se nuk vjet asnjëri këtu kanë frikë të gjithë. Nuk kërkojnë bukën e tyre, nuk kërkojnë akun e tyre. Unë kam 50 milion lekë në bankore. Si këtë radhë, që kur ka ardhur kjo zonja këtu, na hoqën të gjitha të drejtat tona. Kontratat pa firmosur. Na morëm në për të pyetur. Firmosur ato kontrata pa lejen tonë, me orë pa orë. Ja punëtore 20 vjeçare e fshesës. Si mojnë që kaloj jam ditota me gjithë rogë. Ne qa kërkojmë? Ne duam rogën si që kishin. Një. Ju është ullur që ka ndodhë me rogën kujtë? E kanë ullur rogën, të gjitha. 450.000 lekë? Po, rogën. Do i marrin to 415. Po, kontratat pa lejen toni ka firmosur. Që neve pa firmosur me punëtorët, që neve të dalë orë pa orë. Njësa atje, derdi të më qëllonte me grush mua, që s'ka asnjë lloj të drejtë të më qëlloj ma me grush ai. Më vinë mua atje më tregon forcën mua ai. Duke ditur që unë jam punëtor i institucionit të shtetit. Valla jemi koleg pune për të gjithë shokët që të marrin lekët tona gjakun, që ne na takon lekët tona di dot ato vlla. Unë jam e sëmur. Se mos i marrin të gjithë, të na jedhin o vlla, jo të na gënjen, se ju ahodhën të, thonë këta, ku i kanë, i marrin i vjedhin. Atë shtesën që la i ka dhënë Edi Rama, shoti moj, nuk na jodhën, pse s'na jodhën? Nuk na shtypa. A vjetërsitë e punës nuk na jodhën, duan kontrat tjetër? Do të na heqin na punë apo jo, na shkelin ne, po i shkelim ne do vim te Edi Rama. Për vitërinë nuk na dhan asgjë. Nuk na dhan as problem asgjë. I hëngrën vetë. Do vemi te Edi Rama. I mbajtën i futën në xhepor. Ne që paguajnë ata. Do kom nekoj, çfarë të them, ti e më imi. Unë kërkoj vetëm kaq, kam një jetë tërë të brenda. Tu, më ka rënë kocka të brenda. Që në 87 të brenda park. Kam punuar gjithë jetë aty dhe makinë vogël e kam mbajtur vetë dhe makinë e madhe. Unë do të shikoj të rroga, to aty do të punojmë. Të gjithë të ushqese e ministrës zotit dhe ka kryuar zotit për tjetuar. Jo vim këtu, na eqin nga makinat, jo se shprish makina, jo me këto punojnë, kërkojmë të punojmë të ushqemi, që të gjithë, jemi adhegjin të gjithë. Të këta ja, duhet vetë në bashki. Unë kam 50 vjetë librez, vetëm librez, 50 vjetë që punoj.